Përshëndetje, unë jam Enea nga thenjuterana.com. Ky është tutoriali 10 në PHP. Në këtë tutorial do të flasim për arrayt. Në tutorialin numër 9 ne folëm për arrayt numerike. Ndërsa në këtë tutorial ne do të flasim për arrayt e shoqërimit. Dhe një array i shoqëruar, çdo çelës ID e ka të lidhur me një vlerë. Me arrayt e shoqërimit ne mund të përdorim vlerat si çelësat dhe të caktojmë vlera për ta. Atëherë, le të marrim një shembull. Në këtë shembull, ne do të përdorim një array për të caktuar moshat e personave të ndryshëm. Atëherë, le të fillojmë. Deklarojmë një variabël mosha, e barazojmë baraz array. Këtë shkruajmë për shembull Enea tetëmbëdhjetë John 25 Erka 5. Pra krijuam një array për të mbajtur moshat e personave të ndryshëm. Në këtë shembull që do të krijojmë tani është ngjashëm me shembullin e parë, por vetëm se ndryshon mënyra e krijimit të arrayve. Atëherë këtu kemi moshat, këtu japim emrin Enea bars 10, John bars 25, Erka baras 5. Pra këtu është njëjtë si shembulli i parë, vetëm se ndryshon mënyra krijimit të arrayit. Atë ulim me poshtë dhe do ta përdorim në skript. Atë këtu shkruajmë echo Enea është pik moshat Enea pik vjeç. Pra do të na afishohet që Enea është 18, pra do të na afishohet që Enea është 18 vjeç. Le të japim refresh dhe na afishohet Enea është 18 vjeç. Dhe normalisht për hapësirën Enea është 18 vjeç. Të ka shpresoj për këtë tutorial numër 10. Mos harroni të bëni subscribe në YouTube dhe gjithashtu vizitoni thenjuterana.com për video më të reja rreth PHP.